Situata me sigurinë ushqimore në vend po bëhet gjithnjë më alarmante. Pas rasteve të shumta të produkteve të kontaminuara që kanë hyrë në tregun shqiptar, një tjetër skandal i rënd është zbuluar. 985 kg çuke e kriposur është futur në vendin ton me praninë e një paraziti, L3 anisakis, një rrezik serioz për shëndetin e konsumatorëve. Ky parazit mund të shkaktojë infeksione të rënda në traktin gastrointestinal dhe komplikacione të tjera, veçanërisht për ata që konsumojnë produkte deti të papërpunuara. Por ky nuk është i vetmi rast shqetësues. Në të njëjtën kohë, raportohet se janë zbuluar edhe 4516 kg fileto derri të importuar nga Brazili me praninë e bakterit Salmonella spp, një mikroorganizëm që mund të shkaktojë diare të fortë, ethe dhe dhimbje të mëdha abdominale. Ky është vetëm një nga shumë skandale të sigurisë ushqimore të zbuluara kohët e fundit. Kontrolli mbi produktet e importuara duket se është tepër i dobët nga AKU-ja e drejtuar nga Olsi Komici. Disa nga rastet të tjera të njohura ku produktet e rrezikshme janë futur në tregun shqiptar janë 1535 kg shpule i kontaminuar me salmonell, u zbulua në restorantin e njohur të ushqimit të shpejt KFC, por vetëm 177 kg u asgjësuan, duke ngritur dyshime për fatin e pjesës tjetër. Minus 13.2 tona kullore të kontaminuar me oksid etileni, një substancë kancerogjene u gjet në treg dhe mund të jetë konsumuar nga qytetarët. Mira thas miell të ndotur u zbuluan, por nuk pati asnjë reagim nga institucionet. Mandarina me pesticide të ndaluara u kapën në dhjetor të vitit të kaluar, duke treguar edhe një herë mungesën e kontrollit mbi produktet bujqësore. Pavarësisht se AKU pretendon se në tregun shqiptar nuk është hedhur peshk me parazit dhe mish me salmonell, fakti që mijëra kilogram produkte të rrezikshme kanë hyrë në vend dhe vetëm një pjesë e tyre është asgjësuar, lë hapësirë për dyshime të forta mbi transparencën dhe efektivitetin e kontrolleve të institucionit. Ekspertët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga SPAK për të zbuluar zinxhirin e korrupsionit që lejon hyrjen e këtyre produkteve të rrezikshme në tregun shqiptar.